As pak mirë, sepse një njëri që të mrenda në shpi një njëri shumë i ligë, ka gjujt me fjallë, ka preken të kalumen, edhe i ka, do me thonë, ka jep informata ju të sakta, edhe po mjenë shumë keqë. Pra flitet për një njëri, që i ka dhënë këto, po thua që është dikush që i ka dhënë këto informata. Po, jam të folë saktësisht për Labinot Regjan. Okej. Do me thënë, nuk ka asgjë të vërtet? Jo, atëherë Junida, une jom mundu e ja kom sëqaru edhe labit, nëse në fakt ju kom drejtu kamere, se me labit nuk e shot arsyshme, me folë. Tani, Junida, informacioni u këthy mrapsht. Une nuk jom ik as njëherë për familjes teme, po kune kundërta, une jom ik për një familjes gjermane për me shku të familja jeme. Masi kena luftu me vite, me gjëq, edhe nuk, do me thonë, dëshira jeme nuk u plutsuar për gjyqev gjermane, e ku marrë vendimin vetë me ik e me shku të familja jeme si një vajzë 13 vjeqare, edhe nëse më pyet dikush mu sonte, që kjo që jam, a e kisha bo prap, kisha thonë po, edhe jam shumë krenare me atë veprim, sepse nëse nuk e kisha bo, une nuk isha pushu kur me zemrën të familja jeme aty ku une e kom vendin. Kjo është e vërteta. Eliona. Po. Si që edhe ti vetë e kupton se i vajzë zgjuar, kjo është një mundësi që vllai i madh po t'jep, sepse sikurse dhe e lexove vetë në letër që ti meriton që të dish se çfarë ndodh dhe të sqarosh edhe audiencën që mund të keq kuptojë dhe të marrë si të vërteta ato lajme. Prandaj ishte e rëndësishme që ti ta sqaroje këtë gjë. Pra, sigurisht që gjesti që ti ke bërë është një gjest indikuar nga dashuria dhe nga çdo gjë tjetër dhe nga gjithçka të ka ndodhur ty. Por ndërkohë ka patur diçka sadopak të vërtet, qoftë dhe me policinë për rikjen tënde. Urdhna? A ka patur diçka sado e vogël të jetë në këto lajme, qoftë edhe me policinë? A është marrë policia me ty pasi ti ike nga familja gjermane? Po, Junida, ajo është labi, parë se me hi këtu, o informu për neve si banor. Edhe nëse dikush jenë në Google, edhe ma jep mu, e lyp emrin e Eliona Binokaj, dalin lajmet lajmet gjermane, po du me thonë, ku unë jam ku në kërkim. është shumë e vërtet. Po, që kum pika është që ku labi mu këtë lajmë ma ka drejë, po thëma ka këthim mrapsht, ishte që labi ka thonë që unë si 13 vjeqare, kur i kum pas 13 vjetë, kum ik prej familjes teme, kurse ajo kune mrapsht, unë pa dëshirin teme jom largu prej familjes, si vajzë 8 vjeqare, ose po, edhe me vite kena luftu në